për ta luftuar, le të themi, retorikën e zotit Kurti me vetë veglat e tij. Njëri ndër aktivistët më të denjë të vetëvendosjes e ka vënë një grafikon që ka qenë shumë i favorshëm i Albinit kur ka qenë këtu të 88-99, edhe thotë, do të thonë që nga të gjitha votat 63% janë abstenuosit, e ka vënë në Facebook ti, ndërsa lëvizja vetëvendosje ka 15.8%. S'pako tani. Do më ka vetëm 16% votës qytetare. Kështu që kur po flasim për legjitimitet qytetar, mund të themi që si thash me vetë parimet e zotit Kurti, ai tani nuk ka legjitimitet qytetar siç dëshiron ta reflektoj. Mirë po, reflektimin në këtë grafikon është definitivisht edhe në vlerë absolute, po në vlerë relative jo real, sepse sa po e bona kalkulimin, i kemi 10.000 vota prafërsisht me kusht 1.6 me nevojat veçanta, në votat me kusht 28 dhjetor vetëvendosja ka marrë prafërsisht 50%, domethënë 5.000 vota nuk dallojnë shumë, ato me kusht më pak, diku 1/3. Sidoqoftë nëse i shtojmë votat me kusht, kemi, nëse s'gaboj, janë diku rreth 20.000 në për konsulata, nuk e di sakt nëse ju e dini mund ndihmoni. Rreth 100.000 janë 103.000 zarfa nëse nuk gaboj kanë ardhur janë pranuar, apo jo? Po. 103.000 janë me post. 100.000 nga 103.000 janë me post. Vota të ardhura nga diaspora. 130.000 llogaritet janë me post dhe në përfaqësi diplomatike, konsullata dhe ambasada. Po prej tyre 103.000 zarfa kanë ardhur nëse nuk gaboj në Kosovë. Kjo i shton 20.000 që kanë qenë në konsullata apo plus 20.000 tjera me plus 20.000. Kemi parasysh që ato të gjitha mund të dalin të vlefshme. Po, jo, unë e kam bërë këtë kalkulim. 20.000 kam llogarit vlefshme pothuajse të gjitha në për konsulata dhe 80.000 kam llogaritur nga 103.000, le të themi, për ta ndoshkuar vetëvendosjen në kalkulim. Domethënë kemi 100.000 vota gjithsej që janë të panumëruara, të cilat do e shtynin votën totale prafërsisht në 805.000 vota. Nga këto 731.000 vota janë të vlefshme sipas kalkulimit të tanishëm plus 80.000 të tjera për votat shqiptare. Kjo nënkupton që për të ngelur nën 51 deputet, vetëvendosja duhet të marrë 72.000 nga 100.000 votat, që është dukshëm më ulët se sa rezultati i dhjetorit që ka qenë 79%, prafërsisht domethënë. Sipas pritshmërive të mia, vetëvendosja mund të përformojë diku mes 75 dhe 80%, që nën kupton që rezultati final do t'jetë mes 46.5 dhe 47.5%. Final, për vetëvendosjen. 46.5 dhe 47.5. Nuk është pak ca optimiste kjo si shifër, me qenë se parashikimi realisht, jo vetëm pretendimi i vetëvendosjes, por edhe parashikimi gjerësisht ishte që vetëvendosja madje do e kaloj 50% brenda vendit, ishte shumë më pak, në krahasim me këtë them, mos është sa optimiste. Jo, kjo ka qenë parashikimi i zotit Baqiri, që do shkoj 55. Parashikimi im... Jo, pretendimi ka qenë se do të ruajnë votën madje do e rrisin. Ja shiko, unë mbrëmje kam dhënë rezultatet e cilat i kam analizuar një ditë para zgjedhjeve. Do më thonë, pa e pasur parasysh dalje në ullë në zgjedhje. Dhe thashtë që shpillim të emisionin mbrëmje që dalja ullë natyrisht do reflektoj, gjithë partitë shqiptare do ullën pak në raport me minoritetet dhe votat tjera, dhe e dyta vetëvendosja me siguri do të pësoj më shumë të tash. Realisht, partitë mëdha fitojnë më shumë në përqindje relative kur nuk ka dalje të votuesve. Mirë, por vetëvendosja është një rast sui generis, për arsye se në 10 orë ka ngrit entuziazëm të votuesit që kanë ardhur për herë të parë, sidomos ata të diasporës, që ka qenë njëra ndër arsyet pse gjithë exit pollat dhe gjitha parashikimet e kanë parë vetëvendosjen më pak se sa që ka dalur. Tash, domethënë, ka qenë e qartë që 48.7 ishte parashikimi im pas votave të diasporës, ka qenë e qartë qysh momentin, qysh në orën 7, në panumëruar azion, thash se 48.7 është kulm për vetëvendosjen në këtë rast. Por cili është kulmi real? Nëse themi që në diasporë vetëvendosja ka qenë 87% vitin e kaluar, prafërsisht. Në në 10 orë, vitin e kaluar në 10 orë. Po se ka qenë edhe shkurti, për mos të ngatru. 87%. Nëse themi është 80%, këto vjen 16.000 vota. Kemi edhe 80.000 votat të diasporës të tjera, që unë në fakt jam pak pesimist për perspektivës e vetëvendosjes, sepse 100.000 vota gjithsej. Dhe zakonisht 5.000-6.000 do të jenë pavlefshme. Po le të supozojmë, për arsye dokumenteve skadura, tjera le të supozojmë që janë vetëm 80.000 vota. Domethënë, 80.000, nëse themi që 80% të konsulata këto bëjnë 16.000 vota,
Dhe për ta fituar mandatin e 51, vetëvendosjes i duhen gjithsej 64. Pa 16 të bëjnë 48. Domethënë 50 pej 80.000-ve që i bie prafërsisht 60%, domethënë 62% nëse nuk gaboj. Nëse vetëvendosja përfunon me 62% të votës me post, atëherë sigurisht do ta fitojë mandatin e 51 dhe do t'i arrijë 45.6% të votës totale, apo gjithsesi 51% të votës shqiptare. Domethënë, sipas probabilitetit, nëse themi që vetëvendosja do të nënperformojë në votën e diasporës, dhe do i marrë, le të themi, 70% të votës me post. 70% bëjmë 56.000 dhe 16 të tjera, do më thënë bëjmë 72.000 vota që prafërsisht e ngre vetëvendosjen në 51.5%, do të luftoj për mandatin e 52. Sipas gjitha gjasave, vetëvendosja do të përfundoj mes 46.5 dhe 47.5, ose, shumë e rëndësishme se kjo, do të përfundoj në 52 ose 53 deputet. Pra, në grafikonin e juaj, për mos të zgjatur tepër shumë, do të dhejmë 380.000 vota prafërsisht. Të tregon këtë pjekurin, pëse do këtë trupit elektoral të na, kjo është një pjekuri, abstenimi besoj që është pashtu pjekuri, disa për shembull që e kanë dashtë vetëvendosjen, edhe që janë zhgëny, a i s'ka do në votu. A i s'ka do parti, po s'ka do në votu. Unë besoj kjo tregon. Mirë, po me gjatë mos harrojmë se vetëvendosja Zoti Kurti ka po të cakun gjatë 1%. A i ka thonë gjatë 1% e shënojëne. A i rritë përqindet në program s'ka fare, po përqindet i donë, i rritë përqindet. Pyetja është, nëse guzoj, profesor, veç pyetje për ty në intermezzo, a besoni që ka besuar Kurti që do arri 61% ka qenë arsye, apo vetëm ka qenë performancë? Po Kurti dihet që ka retorik mashtruese, ajo dihet e ka konfirmuar pe fillimit, pe sa ekziston. Problemi është se kur e krahason gjatë 1%-shin me këto që ka fitu 43%, kjo është zgënjyse për arsye se ai konsideron, partitë opozitare konsideron si blok. Këto fares janë blok. Fares kanë mos patimet mëdha me veti. PDK me LDK nuk kanë pajtueshmëri me shumë çështje. Dhe opozita nuk ka blok të na. Me pasoj blok ishte bërë qeverin e ndonë shkurtit. Se i ka pas 52 mandate. A ka besuar Albin Kurti në 61% apo vetëm e ka pas retorikë? Jo, retorikë ka pas, po populli, ju e dini çfarë elektorati ka vetëvendosja. Megjithatë, po shtroj një pyetje, do ishte Kurti ai beson ashtu sepse ka njerëz. Do ishte normale që ai funksionon te 50% të dispalijaj. Pyetje shumë më logjikshme do të shtruar, a ka besu që do të bien 43? Po ta përmendojmë mendimin. Realisht nuk kanë 43, se nuk bën në. Jo, po flasim për elektorat. Edhe nëse shkojmë në sipas projeksionit në 46.5. Jo, po flasim për elektorat të brendshëm. Për mua është shumë e rëndësishme elektorati i brendshëm. Unë nuk e nënçmoj diasporën. Megjithatë ne po heqim këto që jetojmë këtu. Ne e dim që po heqim. Dhe për mu, kjo është ajo realja që populli megjithatë e ka vlerësu. Se ka vlerësu punën e tij, e ka ul praktikisht, e ka ul votat dhe në krahasim me blokun opozor, si e konsideroi opozitën blok, ai ka humb. E 43 me 52. Një pyetje esenciale që e kam këto. Ju po thoni edhe ju e shtruat atë si pyetje. Me 47. Jo, me deputet, po thotë. 43 me 48 deputet? Po, është 48 rregull, po. 48 me 52. Kam një pyetje. Dhe opozita ka fitu. Për 2 deputet po flasim. Nëse është blok, nëse si po thotë blok, se këta janë blok po thotë. Jo, pajtohem me ato, po megjithatë, me diasporë kë ka me fitu normalisht, para po fitus. Profesor, abstenuesit e lëvizjes vetëvendosje nuk është që gravituar të parti tjera. Apo jo? Dhe që pyetja është që ju abstenuar, po nuk i kanë pranuar as. E shtrut pyetjen se edhe ju a ishte performancë apo çfarë ishte 60%. Po kur ti kishte 50%, natyrisht që partitë politike dhe liderët do shtrojnë ambicie dhe targete që janë më të larta zoti Salieset. Thoshte duan 50%, ai kishte 51%. Do ishte absurde apo jo? Stoje dy fjali këtu. Po që se ai kishte realizu projekte të ashtu qytet atë mëdha, që se ka realizu asnjë, para minove, ta kishte bërë parkun solar, mos kishte bërë gropa atje në Trenas pa e marruar mjekësinë familjare fare. Ta kishte realizu për shembull tunelin e Petovës. Kishte realizu për shembull projekte energjetike, ajo të blejmë 1 miliard rrymë. Normalisht ta kishte realizuar nishin pas i problem. Po është të kishte realizuar ato, s'kesh pas para për shpërndasin ndihma, kështu që nuk jam i sigurt që. Po atëherë. Domethënë ka bler vota gneve se bler. Atëherë domethënë vota të blemë ndihma. Kjo vështirë çdo herë të. Se komunisti ka thënë. Ishte njëna prej partive e cila i ngjasoi vetëvendosjes së përket humbjes së votës përkatësisht humbjes votuesve, abstenencës votuesve, për shkak që ta zonë për shembull në Skënderaj kanë 4.000 vota më pak për PDK-n.
këto zgjedhje krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Edhe në Drenas kanë ashtu rreth 3.000 vota. Skenderaj dhe Drenas. 7.000 vota kanë bashkë. 7.000 vota kanë bashkë. Skenderaj dhe Drenas. Që nënkupton që edhe votuesit e PDK se kanë refuzuar këtë parti për ta votuar, e kjo është për mua indikative dhe e dyta që më befasoj kësaj rrolle është që PDK është refuzuar masivisht në Mitrovic në vendlindjen e zotit Hamza. Pra edhe Vjosës në fakt. Kështu që zoti Hamza nuk ka arritur dhe më thonë në vendlindjen e tij, në si thuash në atë basionin e tij që e konsideron se ishte edhe kryetari i atij qyteti, që të mobilizon të votë, që të tërheqë të votë, dhe kjo ishte një goditje edhe për liderin edhe për subjektin. Pra ishte një goditje edhe për liderin edhe për subjektin. Por pajtona me zotin Baraliu që e konsideron PDK një farë lloj tranzicioni. Dhe krejt komplet struktura e PDK-s është një farë lloj tranzicioni. Dhe e janë si vallëj pritje, çfarë do të ndodhë me udhëheqësinë e saj. E kam përjetuar edhe në Stenishin kur ka konkuru me zotin Kurti, ka qenë krejtësisht për mua absurd. Kjo ka më qenë presidenti, unë ka më qenë kryeministri, sepse ne praktikisht presidentët nuk e zgjedhim direkt. Po, e është pozitë e rëndësishme, zoti Sali. Po, shumë e rëndësishme. Po, s'mund është ti qytetare më thonë, unë po konkurroj për president e kam më zgjedh populli me vota. Kam në zgjedh deputet me vota. Dihet si zgjedh presidenti. Presidenti zgjedh me marrëdhënie politike. Pa marrëdhënie politike s'u zgjedh presidenti kurrë. Edhe 60% vitun nuk zgjedhet pa marrëdhënie politike. Edhe tash për shembull, po shkoj me Abdexhikun, unë kryeministër, kjo presidenti. Tash më njëherë deklaratën mbas zgjedhjeve, unë besoj se kam qenë e pranueshëm për zotin Kurti. Deklaratë totalisht amatere. Absurde. Absurde dhe amatere. Asnjëherë sa të rgjall Kurti, plus asmonë se voton me presidenti. Po ja hekim. Nuk ka arsye vendosje që të refuzoj kandidaturën time për qenë më i saktë. Sa kështu ka thonë. Edhe unë po ju garantoj këtu që zoti Kurti kur nuk e voton deputetët e tij se votojnë për presidentin Zonë Osmani. Mune pas një koalicion, mune qenë minister jashtme që pësoj kontribon hala më shumë, zë më thonë më vëkëshu nga presidentes, mirë po me pas qenë zoti Kurti interesu me bo presidente, e ka pos mundësin me vazhdu mandatin. Kejtë më varë për ti. Dhe s'na kishu zoti Kurti në zgjedhje me 51% me rave tash në 42% e me zgjedhje presidente pra Vjosa Osmani. Kjo është absurd, deklarat absurde, totalisht e bapranushme e zonës Osmani. Sepse unë jam kandidate përshtatshme. Ndoshta që ka bo mirë në LDK jo, sa është se unë besoj, kam besu që ka me pas një simpati shumë grave, ka në votu, por zoti Kurti pashtu e ka bloku në atë aspektin tjetër, dhe ka fut shumë gra, ka fut listën e... Edhe me pakot. Po, edhe me pakot për lehona, për aknej... Ka patur target gratë. Po, targeti ka pas gratë, dhe vendosin pashtu e votojnë gratë, për arsye se unë thash, votat janë ble me para. Kjo s'ka kur farë ndalimi, s'ka kur farë dyshime.